أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد falenderoj Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkoj. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit dhe vula e profetëve. Falenderojmë Allahun e madhruar i cili na mundsoi të jetojmë, ta presim këtë muaj të begatshëm edhe këtë vit. Allahu i madhruar ka bërë obligim agjerimin e Ramazanit për muslimant, për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ishte obligim për popujt para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ramazani me gjitha të mirat e veta që i ka, me gjitha begatitë e mëdhaja dhe bereqeti që është në të, është muaj në të cilin filloi zbritja e Kuranit. Sikur mos të ketë asnjë vlerë tjetër, asnjë të mirë dhe begatin të pas kësaj do mjaftonte. Nga se në të filloi zbritja e Kuranit, që është libër dhe kushtetuat për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Kuptohet për ata të cilët duan që parim të jetës së vet të kenë urdhrin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është mirësi e madhe që Allahu na mundsoi të jetojmë dhe të përjetojmë edhe këtë vit këtë muaj. Shumë nga krijesat e Allahut të cilët vitin që shkoi ishin me ne në Ramazan dhe përfituan në vjelën të mirat e Ramazanit, këtë vit mungojnë. Shumë prej neve të cilët ishin të shëndosh dhe kishin mundësi agjerimin, këtë vit nuk mundën. Është një mirësi e madhe që Allahu na ka dhëruar neve dhe është e mirë që na ka begatuar me të që nuk i ka begatuar të tjerët. Muaji i xherimit po fillon, vetëm se filloi. Të mundohemi që nga ky muaj të shijojmë çaste dhe momente të këndshme, momente që Allahu i madhruar kënaqet me ne, momente që përjetojmë një ambient islam, ambient që Allah i madhruar është i kënaqur dhe e don atë. Muaji i xherimit është muaji i faljes. Muaji i xherimit është muaji i sinqeritetit dhe besimit. Muaji i xherimit është muaji i shpejtimit në punë të mira. Muaji i xherimit është muaji i garimit në punë të mira. Ne si musliman jemi të thirrur që çdo herë të garojmë punë të mira. Nga se Allahu ka përshkruar besimtarët e mirë, janë ata të cilët ngarojnë në punë të mira, ngarojnë në realizimin e veprave të mira, që me ato vepra krenohen para Allahut në ditën e gjykimit. Muaji i agjërimit është muaji i përmendjes së Allahut dhe Kuranit. Nga se në ta mbyllen shejtanët, prangosen shejtanët. Muaji i agjërimit është muaji i përmirësimit dhe i vet llogaritjes. Nga se në ta, në këtë muaj, na jepet mundësia e madhe që të ruhemi nga mëkatet. Nga se prangosen shejtanët, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Muaji i agjërimit është muaji i ndërmjetësimit për xhenetin Rayyan, për derën e cila të shpije në xhennet. Muaji i agjërimit është muaji i kujdesit
nga padrejësitë dhe veset dhe dukuritë negative, cilat ka mundësi robi njeriu të bën në muaj tjerë. Muaji i agjerimit është muaji i frikës dhe i shpresës, jo muaji i fjalëve të turshme dhe zhurmave. Muaji i agjerimit është muaji i sinqeritetit dhe ndershmërisë, nga se në ta ka sinqeritet në Allahun e madhruar dhe ka ndershmëri ndaj krijesave. Muaji i agjerimit është muaji i xhenetit dhe ruajtjes nga zjarri. Muaji i agjerimit është muaji i cili të largon nga zjarri, muaji i cili është muaji i reformës dhe pajtimit. Njeriu reformon, rigjeneron, njeriu jep fuqi që tjetë sa më afër Allahut të madhruar. Është muaj i durimit dhe i dhënjes, muaj i pranimit të së mirës dhe largimit nga e keqja. Është muaj që Allahu i madhruar shlyn mëkatet e robërve. Është muaj i cili i ruan njerëzit nga devijimet. Muaji i agjerimit është muaj që njeriu e rregullon dhe e ngrit në shkalla të larta të moralit. Muaji i agjerimit është muaji i përmirësimit, ruajtjes së gjymtyrëve dhe veprave të mira. Nga se njeriu është agjerueshëm dhe tërë kohën është në adhurim ndaj Allahut të madhruar. Muaji i agjerimit është muaji që mbulon shpirtrat dhe triumfon epshet. Muaji i agjerimit është muaji i gëzimit, respekt, bindjes dhe përforcimit. Muaji i agjerimit është muaj që në largon nga fjalët e këqija. Është muaj i cili na ngrit në një shkallë të lartë moralit dhe sjelljes tonë, qoftë ajo sjellje me fjalë apo me vepër. Muaji i agjerimit është muaji i të mirave, i përqafimit të tyre dhe thirrjes tek to, nga se është muaji i cili na nxit për punë të mira dhe punë të hajrit. Muaji i agjerimit është muaji i begatisë, i qetësisë, i pendimit, faljes dhe i pranimit të realitetit nëse ka qenë duke gabuar deri tash. Pra, gjitha këto i përfshin muaji i agjerimit, që vetë sa kemi filluar. Tani sa kemi filluar. Është një rrugtim, është një mundësi e artë që ta shfrytëzojmë për gjitha këto veçoritë cilat i ka muaji i agjerimit e që ka dhe tjera të shumta. Muaji i agjerimit është muaj ku secili prej neve duhet të ndalet, të mediton dhe të llogarit veten e vet se nga është. Dhe që nga ky muaj të starton dhe të drejton veten drejt Allahut të madhruar. Është muaj që njeriu duhet të ndalë lapsat e vet. Është muaj i cili njeriu duhet të ndalë gjuhën e vet. Është muaj që njeriu definitivisht duhet të llogarit veten e vet se çka është duke përgatitur për veten para Allahut të madhruar. Fituesi i madh i këtij muaji është ai i cili e llogarit veten dhe i vendos vetes rregulla shumë strikte dhe tashpra në mënyrë që mos t'i bëj padrejti askujt. Fituesi është ai i cili prej Ramazanit i përfiton dhe i vjel gjitha të mirat. Fituesi është ai i cili nga Ramazani merr mësime të mëdha. Fituesi është ai i cili nga Ramazani e ndryshon jetën e vet dhe konceptin e tij. Ky është fituesi i cili Allahu është i kënaqur me ta. Hums dhe shkatrues është ai i cili ka lënë muaji i Ramazanit dhe nuk ka ndryshuar asgjë në veten e tij. Ka lënë muaji i Ramazanit dhe nuk ka bë asnjë përparim veten e tij. Ka lënë muaji i Ramazanit, nuk është i zellshëm namaz. Ka lënë muaji i Ramazanit, nuk është i zellshëm në ibadete tjera. Nuk është i respektueshëm, nuk ka moral të lartë, nuk e respekton tjetrin, nuk e respekton prindërin, komshiun e gjithë njerëzit në përgjithësi. Lutim Allahun e madhruar që nga ky muaj të përfitojmë gjitha të mirat. Nga ky muaj të dalim të pastër nga mëkatet, nga ky muaj të pastrohemi ashtu siç na ka lindur nëna jon, dhe lutja e fundit është falënderimi tek Zotit të botrave, walhamdulillahi rabbil alamin.